Komisioni disiplinor i FIFA-s ka vendosur një sankcion të rëndë ndaj Federatës Serbe të Futbollit pas sjelljeve të papërshtatshme të tifozëve gjatë ndeshjes me Shqipërinë, të zhvilluar më 11 tetor në Leskovac. Federata Serbe është gjobitur me 87.500 franka zvicerane, rreth 94.000 euro për shkak të ofendimeve dhe sjellje diskriminuese të një pjesëve të tifozëve gjatë ndeshjes, sidomos në momentin e intonimit të himnit shqiptar. Përveç dënimit financiar, FIFA ka urdhëruar dhe mbylljen e pjesëve të stadiumit në ndeshjen e radhës kualifikuese për të paktën 20% e kapacitetit të tribunave, ku do të mbeten bosh në sfidën kundër Letonisë, e cila do të luhet në Leskovac. Gjatë përballjes me kuqezi, një pjesë e tifozëve serb lëshuan thirrje ofenduese dhe fashiste ndaj shqiptarëve të Kosovës, duke krijuar një klimë armiqësore në stadium. Sjellje të tilla janë dënuar ashpër nga organet e futbollit ndërkombëtar, të cilat kanë theksuar tolerancë zero ndaj diskriminimit. Pavarësisht tensioneve, kombëtarët shqiptarë tregoi karakter të fortë dhe arriti të merrte një fitore historike 1-0 fal golit të shënuar nga Ray Manaj. Ky është dënimi i dytë më i rëndë që FIFA i ka vendosur Serbisë për sjelljet e papërshtatshme të tifozëve në ndeshjet ndërkombëtare.